Ne kemi diku 26 lloje pisa, ku kemi orë në Ndramen, ka qenë 4 familje. Tash janë 300-400 familje, janë shumë kënaqur. Na kemi orë nga Kosova në vitin 1988. Nga viti 1988 punojmë dhe veprojmë në Norvegji. Kështu si portimi jonë ka qenë jashtëzakonisht i vështirë. Nas fillim gjuhën se kemi ditë, na ka dashur shku në kurs norvegjisht. Mas një kohë, mas 6 muaj kemi fillu, pasi se mësuam gjuhën, kemi fillu me punu. Kemi punu punët ndryshme. Kemi punu në gartneri, kemi punu në ndërtëntari, por nga viti 2000 kemi startu me pisë. Kështu se kemi këtë biznes familjar, unë e shoqja djemë, punojmë nga viti 2000. Situata asesoj ka qenë ju e dini shumë mirë në Kosovë, represioni i Serbisë në vitin 1988 kur u bëjke more autonomisë, kur ishën në minator, kur ka qenë trefë në Zgafel, atëherë filloi situata mu vështru.